Në seancën plenare të sotme pritet të miratohen ndryshime në kodin penal që synojnë dekriminalizimin e pjesëshëm të shpifjes për gazetarët. Nisma e propozuar nga Shumica Socialiste ka si qëllim përshtatjen e legjislacionit shqiptar me direktivat e Bashkimit Evropian, por ka hasur kritika nga organizatat e medias dhe shoqërisë civile, të cilët kërkojnë një dekriminalizim të plotë të shpifjes. Teksti parashikon mbrojtje, po njëkohësisht edhe dekriminalizim të shpifjes vetëm për një grup të caktuar që janë cilësuar në ligj si gazetar të regjistruar dhe të njohur. Kjo është një dekriminalizim i pjesshëm dhe nuk është në përputhje me standardet e Këshillit të Evropës. Ky formulim aktual përjashton nga mbrojtja dhe përjashton nga dekriminalizimi aktorë të tjerë në hapësirën publike, që mund të jenë përfaqësuesit e shoqërisë civile, sinjalizuesit, aktivistët, studiuesit, por njëkohësisht edhe qytetarët. Fakti që është dekriminalizuar pjesërisht vetëm në 120 i shpifjes, por jo në 119 i fyerjes, nuk e realizon dekriminalizimin e plotë, sepse mban akoma të kriminalizuar fyerjen, duke pasur kështu një efekt frenues mbi fjalën e lirë. Deputetja demokrate Jorita Tabaku shpreu kundërshtimin e saj duke theksuar mungesën e konsultimeve me aktorët e medias dhe komunitetin civil. Ajo argumentoi se një dekriminalizim i pjesshëm nuk garanton mbrojtjen e plotë të lirisë dhe shprehjes dhe mund të lërë hapësira për abuzime ndaj gazetarëve. Sot liria e fjalës është në rrezik. Qeveria shqiptare, majoranca, pushteti e përdor padim penale si një kërcënim ndaj gazetarëve, e përdor si një kërcënim ndaj fjalës së lirë. Që do të thotë, kodi penal do të përdoret si kërcënim ndaj gazetarëve për të seleksionuar ato gazetarë që do t'i kërcënojë me burg e ato të tjerë të cilët do t'i lejojë që të vazhdojnë të shpifin, të fyejnë, të intimidojnë. Kjo nuk është Shqipëria as europiane, kjo nuk është një vend normal, e ka Maqedonia, e ka Malizi, e ka Kosova, komplet të dekriminalizuar shpifjen. Ndryshimet janë pjesë e një diskutimi më të gjerë mbi ligjin për mediat, ndërsa opozita dhe organizatat e shoqërisë civile paralajmërojnë se do të monitorojnë zbatimin e tyre për të siguruar që gazetarët të mbrohen nga dëshkime të padrejta, pa komprometuar përgjegjësinë ligjore dhe shprehjet e dëmshme.